Humbja e ish-bashkëshortit duket se nuk është vështirësia e vetme me të cilën po përballet Selvie Jao. Burimet thonë se ajo është konfliktuar ashpër me menaxherën e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi. Dyshohet se shkaki i sherrit ka qenë pasuria që ka lënë pas këngëtari, pasuri të cilën Selvia pretendon se i takon djalit të tyre, edhe pse ata kanë qenë të ndarë prej kohësh. Të njëjtat burime shtuan se konflikti mes grave ka qenë i ashpër dhe prej javësh ato kanë ndërprerë komunikimin dhe marrëdhënien mes tyre. Selvia Jao ndan shpesh kujtime për bashkëshortin e saj në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka bërë një dedikim prekës për të në Instagram, duke publikuar 2 fotografi bardhëzi ku shfaqet e përqafuar me shpatin dhe duke theksuar mungesën e tij në jetën e saj. Një vend në tavolinën tonë do të jetë bosh, ashtu siç është jeta jonë pa shpatin, ka shkruar Selvia mbi imazhin e saj, duke bërë të qartë se dhimbja e humbjes është ende e freskët. Selvia ka bërë thirrje për dubël. Në nisje të muajit Ramazanit, Selvia ka bërë një thirrje për lutje për shpatin, duke kërkuar që besimtarët ta përfshin atë në lutjet e tyre gjatë këtij muaji të shenjtë. Në lutjet tuaja këtë muaj ju lutem mos e harroni edhe shpatin, një lutje për shpirtin e tij. Allahu e mëshiroft, ka qenë mesazhi i saj prekës. Përkundër dhimbjes, Selvia ka gjetur forcën për të uruar ndjekësit e saj për një Ramazan të bekuar.